Ai u rrit nga dy prindër intelektual dhe të shkolluar, me dashurinë për dijen dhe për njerëzit që e rrethojnë. Djali i Grida Dumës dhe Ilirit është një student ekselent, i cili së fundmi ka përjetuar një moment shumë të vështirë, ndarjen e parakoshme nga jeta të babait. Nuk ishte as 2 ditë që gjyshi e tij kishte ndërruar jetë, kur mori lajmin që nuk do ta besonte kurrë, se edhe babai i tij humbi jetën. Darjen, i cili aktualisht vazhdon studimet jashtë Shqipërisë, ka dashur që të mos e mbajë më në zemër atë që ndjen për babain, por t'i thot publikisht se e ka dashur dhe se i dhëm shumë ndarja e tij nga jeta, fakt me të cilën Darjen nuk do të mësohet asnjëherë. Në një postim prekës në rrjetet sociale, Darjen, djali i Gridës, ka ndarë dhimbjen për ndarje nga jeta të babait të tij, diplomatit Ilir Shqina. Ai thot se babai i tij ka qenë madhështor dhe më poshtë vijon. Prita disa ditë për ta lënë mendjen të qetësohet dhe për t'i lënë dhimbjes kohën e vet të nevojshme. Bab, unë di thellësisht boshllëkun e humbjes tënde fizike, por unë e di që ti tashmë do të jesh mbrojtësi im nga lart. Ti bab e ke farkëtuar tek unë forcën më të nevojshme për jetën, që do të jetoj dhe do ta jetoj për veten, por edhe për familjen time. Më ke treguar mrekullitë e studimeve, arritjeve dhe historisë njerëzore, që tani i mbaj si pjesë të identitetit tim. Ti bab ke shkëlqyer në karrierën tënde në diplomaci. Unë e di se ti tani je në një vend më të mirë. Më shikon mua duke ecur përpara dhe e kupton që edhe pa prezencën tënde fizike, unë do të jem mirë, ne do të jemi mirë. Aman, do ta kem nevojën derisa të bashkohemi sërish bashk. Ti do të më drejtosh në një botë që e njeh më mirë se shumë kush dhe i dalloje mirë të gjithë elementet e kësaj jete. Je gjithmonë i imi dhe gjithmonë do të dua bab. Me këto fjalë e përfundon postimin prekës Darjen. Edhe pse prindit e Darjen ishin të divorcuar prej disa vitesh, kjo nuk kishte ndikuar në jetën e tij, sepse ai kishte dashurinë dhe përkujdesin e dy prindërve. Tashmë Darjen i duhet të mësojë të jetojë me boshllëkun e madh që lë mungesa e babait në jetën e një fëmie. Si e përballojmë humbjen e një njeriu të dashur, si arrim të gjejmë forcë për të vazhduar përpara, kur zemra është thyer, lini një koment për Darjen, një kujtim, një mesazh ngushëllimi apo thjesht një fjalë zemre.